Përshëndetje. Nuk di të them jo. Kjo fjali është bërë pothuajse virtyt shoqëror. Thuhet me krenari të fshehur, sikur të ishte dëshmi e një zemre të madhe, karakteri fisnik, ose në version modern, inteligjencë emocionale. Në realitet, shumë shpesh është thjesht mungesë kufish, frikë dhe refuzimi dhe një dozë mirë lodhje e grumbulluar. Le ta themi qartë që në fillim, joja nuk është mungesë dashurie, është shenjë qartësie mendore. Po pse e kemi kaq të vështirë të themi jo? Sepse ne jemi rritur me idenë që të qenit i mirë do të thotë të jesh i disponueshëm. Në familje, në shkollë, në shoqëri, madje edhe në marrëdhëniet intime, mesazhi është i njëjtë: mos mërzit tjetrin. Dhe për të mos e mërzitur tjetrin, ne mërzisim veten. Rregull i thjesht, por shumë shkatrues. Psikologjikisht, refuzimi ngatërohet me braktisjen. Truri emocional nuk e bën dallimin. Nëse them jo, do më lënë. Prandaj shumë njerëz pranojnë gjëra që nuk i duan, mbajnë marrëdhënie që i lodhin dhe bëjnë favore që i helmojnë vetëm për të mos u ndjerë të përjashtuar. Poja që vret ngadalë. Një po e thënë kundër vetes nuk është neutrale. Ajo grumbullohet, kthehet në nervozizëm pasiv, në ironi të hidhur, në shpërthime të çuditshme për gjëra të vogla. Shpesh njerëz që nuk dinë të thonë jo, janë ata që më vonë shpërthejnë për një gotë të lënë keq diku ose për një mesazh të lexuar me vonesë. Sepse problemi nuk është gota. Është historia e gjatë e pove të rreme. Ironia e madhe, njerëzit nuk të respektojnë më shumë sepse po thua gjithmonë po. Përkundrazi, të respektojnë më pak. Jo sepse janë të këqij, por sepse njeriu mëson si ta trajtojë tjetrin nga mënyra si e trajton ai veten. Kur ti nuk vendos kufi vetes, tjetri nuk ndjen detyrim t'i respektojë. Dhe ja ku është ironia klasike. Njeriu që thot gjithmonë po, ankohet se nuk e vlerësojnë. Po si të vlerësojnë kur ti vete ke ulur çmimin? Joja si akt maturie, jo agresioni. Shumë imagjinojnë jon si një përplasje, si zë të ngritur, si konflikt, si një dramë ballkanike. Në fakt, joja e shëndetshme është e qetë, e shkurtër dhe pa shpjegime të gjata. Jo, nuk mundem. Jo, nuk më bën mirë. Jo, këtë herë, jo. Pa ese, pa justifikime filozofike, pa ndjesë të tepruar, sikur ke kryer një krim. Një jo e tillë nuk sulmon askënd, thjesht vendos një kufi. Kur nuk themi jo, e paguajmë diku tjetër. Në trup, në ankth, në pagjumësi, në marrëdhënie që konsumohen. Trupi është shumë më i sinqertë se gjua. Ai reagon kur ti e tradhton veten. Dhimbje koke, tension muskulor, lodhje pa shpjegueshme, shpesh janë forma biologjike të një joje që nuk u tha kur. Ironikisht, njerëzit që thonë po nga frika e konfliktit, përfundojnë në konflikte shumë më të mëdha më vonë. Vetëm se atëherë nuk janë më të kontrollueshëm. Joja në marrëdhënie. Test real, jo loj force. Në çift, joja është si ajo letra lakmusit. Nëse marrëdhënia nuk e përballon dot jon, atëherë problemi nuk është refuzimi, por struktura e marrëdhënies. Dashuria nuk matet me sa shumë duron, por me sa hapësirë i jep tjetrit të jetë vetja. Një partner që ofrohet sa herë i thuhet jo, nuk kërkon dashuri, kërkon kontroll. Dhe po ndonjëherë joja do të zgënjej tjetrin. Kjo është pjesë e jetës. Zgënjimi nuk është traumë, është realitet. Faji që vjen pas jos. Shumë njerëz e thonë jon dhe pastaj ndihen keq për ditë të tëra. Kjo është normale në fillim. Faji nuk do të thotë se ke gabuar. Do të thotë se po çlirohesh nga një model i vjetër. Faji është si dhimbja muskulore pas palestrës. Shenjë që ke përdorur muskuj që i kishe lënë të fjetur. Me kohë, kalon.
Nuk ke pse të jesh i ashpër për të qenë i qartë. Një keq kuptim tjetër, që për të thënë jo, duhet të bëhesh i ftohtë, arrogant ose cinik. Jo, qartësia nuk kërkon brutalitet, kërkon qëndrim të brendshëm. Ironikisht, njerëzit që e thonë jon e qartë dhe pa agresivitet përfundojnë me pak konflikte se sa ata që thonë po dhe pastaj ankohen në heshtje. Të thuash jo është si të thuash po diçkaje tjetër. Po kohës tënde, po energjisë tënde, po shëndetit tënd me dorë. Çdo po ka një kosto. Pyetja nuk është a do të paguash, po çfarë do të paguash. Dhe nëse gjithmonë paguan veten, fatura vjen e fryrë. Në fund të fundit, të thuash jo nuk të bën egoist, të bën të përgjegjshëm, nuk të bën të ftohtë, të bën të ndershëm. Dhe mbi të gjitha, të bën më pak të lodhur nga një jetë ku ke qenë gjithmonë i sjellshëm me të tjerët dhe mizor me veten. Ndoshta nuk kemi nevojë të mësojmë si të duam më shumë. Ndoshta kemi nevojë të mësojmë kur të ndalojmë. Sepse ndonjëherë fjala më humane që mund t'i thuash vetes është shumë e thjeshtë. Jo. Miq, këto e të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.